Kiara dhe Luizi janë tashmë prindër të voglushes Luna Mari, por dëshira për ta zgjeruar familjen nuk është diçka e re për moderatoren. Në një intervistë më pashme, Kiara ka treguar hapur se do të dëshironte një fëmijë të dytë, do t'i pëlqente të kishte 2 vajza. Por kujdes, në atë kohë, ajo i kishte bërë të qartë se bëhej fjalë për një dëshirë të saardhmes dhe jo për një shtatësani të planifikuar. Atëherë, pse po rikthehet tani kjo temë? A kanë bërë Kiara apo Luizi ndonjë deklaratë të re? A ka ndonjë detaj në rrjetet sociale që ka bërë fansat të dyshojnë? Apo bëhet fjalë thjesht për një dëshirë të vjetër që është rikthyer në vëmendje? Deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga çifti për një fëmijë të dytë, por një gjë është e sigurt. Fansat mezi presin të dinë nëse familja e Tito do të zgjerohet sërish. Po ju, mendoni se Kiara dhe Luizi do të bëhen së shpejti prindër për herë të dytë?